As Allahu azza wa jall sikur se burrave që ka urdhëruar t'i ulin shikimet, po ashtu shikimi është shigjet prej shigjetave të iblisit edhe për gjinin femrore, edhe për motrat tona. Allahu azza wa jall thot: "Kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Thuaj o Muhammed, thuaj besimtarëve t'i ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre. Po ju vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka quajt shikimin shigjet prej shigjetave të helmuara të djallit të mallkuar. Në stinën e verës është koha e lirë. Kohën e lirë shumica e njerëzve e kalojnë në gjëra të pavlera, në gjëra të kota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, gjendemi në stinën e verës. Vera është koha e pushimeve, koha e udhëtimeve, kur njerëzit marrin udhëtimet e tyre për në vendlindje, për të pushuar, kur njerëzit marrin udhëtimet e tyre për në vende të ndryshme të kësaj botës, për të argëtuar, për të freskuar, dhe kjo është një gjë krejt normale. Mirë po, stina e verës në vete për besimtarin është edhe stina e sprovave të ndryshme. Njerëzit shkojnë në pushim, mirë po djalli i mallkuar nuk ka për atë pushim. Ai nuk din të ndalet, nga se qëllimi i tij është të përmbush betimin që e ka dhënë para Allahut azza wa jall, se do të mundohet që të gjithë njerëzit t'i merr me vete për në zjarrin e xhenemit. Andaj, sfidat e besimtarit në verë janë të mëdhaja, për shkak se në këtë stinë, o ju vëllezër, shpalosen avretet. Në këtë stinë, o ju vëllezër, shpalosen dhe shpërndahen gjunahet e ndryshme të mëdhaja, të cilët i bëhen Allahut azza wa jall. Dhe besimtari me të vërtet e gjen veten të ngujuar, e gjen veten në një situatë shumë të vështirë dhe në një situatë që ndikon drejt për drejt në imanin dhe besimin e tij, në uljen dhe dobësimin e imanit, nga se ne siç e dim se prej besimit e ehli sunetit dhe xhamatit është që imani edhe shtohet edhe paksohet. Imani shtohet me veprat e mira, ndërsa paksohet me veprat e këqija. E besimtari domosdo në këstin të verës i paraqiten sprova të ndryshme të cilat ndikojnë drejt për drejt në zemrën e tij, e infektojnë dhe ja dobësojnë imanin e tij. Ndoshta edhe nuk dëshiron, dhe asnjë musliman nuk dëshiron që t'i bën Allahut azza wa jall gjuna, mirë po atri i filanit, atri i alanit, atri i kësaj, atri i asaj, detyrohet dhe imponohet t'i dobësohet imani dhe të kundërshton urdhrat e Allahut azza wa jall. Andaj, unë me lejen e Allahut azza wa jall do t'i përmend disa sfida për besimtarin gjatë verës. Sfida e parë dhe e rrezikshme për besimtarin gjatë stinës së verës është sfida e shikimit. Në këtë stinë, o ju vëllezër, shpalosen avretet. Në këtë stinë, njerëzit të cilët nuk ja kanë frikë Allahun azza wa jall i shpalosin gjërat e tyre që Allahu azza wa jall ka urdhëruar që ato të mbulohen. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Thuaj besimtarëve t'i ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre.
dhalika azka lahum. Thot Allahu azza wa jall, kjo është më e mirë për ta dhe është më e pastër për ta. Po ju vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka quajt shikimin shigjet prej shigjetave të helmuara të djallit të mallkuar. Andaj thot Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, thot një shikim, sa herë thot një shikim ka trashëguar thot pikëllim të gjatë. Nga se njeriu, o ju vëllezër, nëse nuk e ruan shikimin e tij, shikimi i tij është postieri i gjunahut të madh, pra amoralitetit, Allahu na ruajt. Dhe për këtë dietarët kanë pru shembuj të ndryshëm në librat e tyre. Thot Ibnul Qayyim rahimahullahu taala se shikimi ngjall mendim. E mendimi pastaj thot ngjall dëshirë për të realizuar. Pra nëse ky së pari shikon dhe nuk kërkon mbrojtje pe Allahut azza wa jall, atëherë fillon i vjen mendimi, të mendon rreth atij harami, të mendon se si të afrohet drejt atij harami. E pastaj kur vjen mendimi, atëherë shfaqet edhe dëshira për ta realizuar haramin, e dëshira pastaj e sjell edhe veprën, Allahu na ruajt. Për këtë arsye, vëllezër, dietarët e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit kanë sjell shembuj të ndryshme në librat e tyre. Na tregon në komentin e këtyre ajeteve ku Allahu azza wa jall urdhëron për uljen e shikimit, dietarët sjellin një ndodhi me një njeri të devotshëm në një kohë, i cili për një shikim, për një vetmim me një grua të huaj, runa Zot ra edhe në kufër, në mosbesim, doli prej dinit të Allahut azza wa jall. Për shkak se shejtani nuk është qëllimi i tij vetëm të biesh në gjuna. Nëse ai e sheh se nuk mund të të dërgon në kufër, atëherë qëllimi i tij është barem së pakti që të biesh në gjuna, që Allahu azza wa jall të ndëshkon. Ama qëllimi më madhështor dhe finali i tij është që të biesh në kufër. Prandaj tregojnë dietarët që nuk është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është prej israeliatëve, është prej tregimeve të Beni Israilëve, mirë po preferohet të tregohet që të merret si mësim, që mos ta neglizhojnë besimtarët dhe besimtaret shikimin. Nëse Allahu azza wa jall, sikurse burrave që ka urdhëruar t'i ulin shikimet, po ashtu shikimi është shigjet prej shigjetave të iblisit edhe për gjinin femrore, edhe për motrat tona. Allahu azza wa jall thot: "Kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Thuaj Muhammed, thuaj besimtareve t'i ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre. Allahu azza wa jall ka thonë: "Wala taqrabu zina", as mos ju afroni amoralitetit. E afrimi në amoralitet vjen pikës parë, ju vëllezër, gjunahu, postieri i gjunahut, siç thash edhe në fillim, i amoralitetit është shikimi. Njeriu kur shikon, pastaj lakmon dhe dëshiron që ta realizon. Dhe kështu ndodh. Për këtë arsye e përmendi një ndodhi me një njeri të devotshëm në kohën e Benu Israilëve. Tregohet se 3 vëllezër e morën rrugën për të shkuar në xhihad, për të luftuar në rrugën e Allahut azza wa jall, mirë po ata e kishin në kujdesin e tyre një motër, të cilën nuk dëshironin që ta lejnë vet, deshin ta lejnë të një njeri besnik që të kujdeset për atë. Dhe pyetën në qytet se të cili mundemi ta lejmë në motrën tonë si amanet, ta ruaj derisa të kthehemi prej luftës në rrugën e Allahut azza wa jall. Të gjithë e drejtuan te njeriu i devotshëm i aty qyteti. Parandoni vëllezër dhe motra, njeriu më i devotshëm i aty qyteti, nuk flasin për një njeri të thjesht, nuk flasin për një besimtar i cili bën gjuna, apo një njeri që e ka kaluar tër kohën në adhurim, i quajtur Bersisa. Në atë kohë e ka pas emrin Bersisa. Dhe shkojnë këto vëllezërit me motrën e tyre dhe i thuan: "Duami të ta lejmë motrën tonë amanet derisa të kthehemi prej luftës." Spari ky refuzon dhe nuk pranon, nga se e din se vetmia me një grua të huaj, të cilën nuk e ke prej të afërmëve të tua, që ndalohet martesa me të, mund të çon në gjuna të madh, se ka qenë njeri që adhuron Allahun azza wa jall. I err shejtani, djalli i mallkuar, dhe i bën vezvese. I thot: "Nuk ka asnjë të keqe nëse ti e pranon në shtëpinë tënde, e fut me një dhomë,
as nuk ke kontakt me të, as nuk do të flasësh me të, thjesht vetëm ja u bën një shërbim vëllezërve të tu musliman, të cilët e kanë marrë rrugën për me luftu në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ti asnjë fart të keqe nuk ka këtu. Dhe pranon, e fut motrën e tyre me një dhomë dhe sprovën e parë ara prej testi. Se shejtani nuk gutet, ai nuk është mendje lehtë me thënë shko me njëherë bë gjunaun e madh. Jo, ai e din se ti nëse je njeri i devotshëm, nëse ke qenë një njeri që deri tash e ka adhuruar Allahun, ai nuk mashtrohet me thonë ti shko bën e gjunaun direkt, nga se e din se ti kur nuk e bën atë gjuna. Pa i thot ka dalë ta zbukuron gjunaun. S'pare i tha fute me një dhomë, çoja ushqimin te dera, afër derës, trokiti derës dhe largohu me një herë. Ajo e merr ushqimin edhe han ushqimin, kur gjon nuk ka asnjë kontakt. S'ka një të keqe këtu. Pas një kohe, kështu vazhdon. Pas një kohe i thot ti e ke lënë atë si një kafsh me një dhomë. Vetëm ja çon ushqimin aty i trokit, as nuk e pyet. A është ushqimi i mirë? A ka nevojë ndoshta për krip pak më shumë, apo për sheqer pak më shumë? Kështu fillon ja zbukuron, thot, nuk ka të keqe nëse e pyet vetëm a është ushqimi këtë në rregull apo duhet edhe diçka. Dhe fillon vezvesja e radhës. Tash kur shkon ja çon ushqimin troket dhe e pyet a është ushqimi në rregull. Fillon pra kontakti, një herë shikimi e pa, pastaj fillon kontakti, biseda me të, dhe kështu vazhdon për një kohë. Pastaj vjen shejtani dhe i thot, vllazërit e asaj me siguri janë mbyt të luftë, se u bën një kohë gjatë, që nuk kanë kthy. Me siguri kanë rënë, që nuk ka të keqe, thot, ajo ndoshta tash ndjehet e vetmuar, e friksuar, thot. Nëse hyn, thot, te dhoma asaj, thot, ti flen me një anë veç, ajo flen me një anë veç. Thot, sa mos friksohet natën, se ndoshta ka mundësi që friksohet natën. Normal edhe ajo më mendje lehtë, edhe ky po bjen në sprovat e shejtanit ka dal, u fut brenda, e pastaj runa zot ra në amoralitet, e pastaj ajo mbeti shtatzan prej amoralitetit. Erdh shejtani i tha vllazërit e asaj janë duke u kthy prej xhihadit, nuk kanë vdek. Tha, po nëse don me shpëtu unë prej kësaj gjendjes, nga se unë jam ai shkaktari që ta bëna këtë, tha mbyte gruan dhe mbyte bashkë me foshnjën në bark. Para mendoni vëllezër, tash ra në amoralitet, ra në gjunaun e madh, tash edhe në mbytje, në vrasje, mbyt në dy shpirtra, pra shikimi në haram, shikimi i parë, pastaj vetmia në haram, e solli, e mbyti gruan dhe e mbyti edhe foshnjën dhe i varrosi jashta shtëpisë. Erdhën vllazënit prej xhihadit, prej luftës, dhe thanë ku është motra jon? Tha, te Allahut jemi dhe te ai do të kthehemi ndroj jetë. Vllazënit normal duke ditë se ky njeri i besueshëm, besimtar i mirë, siç e kanë lënë në atë kohë, i besuan dhe kthehen në shtëpi. Mirë po, don Allahu Azza wa Jall u çon në ëndër se ky e ka mbyt motrën tuaj. Kthehen vëllezërit e shtrëngojnë fort dhe e pranon. Dhe kur e marrin për rrugës për ta çuar gjykatësi për me gjyku, vjen shejtani përsëri te ky njeriu i devotshëm dhe i thot nëse don me shpëtu, ka mundësi, thot, unë me shpëtu përsëri. Don ta shtije në atë më të thellën vllaznin, kufër me nxjerr prej dinit të Allahut Azza wa Jall, për shkak mos e ky filloi ta lakmon jetën e kësaj bote dhe vetëm të shpëton. I tha shejtani nëse don me shpëtu, duhesh me pranu me madhuru mu si Zot. Po nuk ka nevojë, tha, kur të vije koha që me të varë, ato me të ndëshku, me të mbyt, ti unë do të paraqitem dhe atëherë të shpëtoj, ama ti e ke një kusht që atëherës, edhe nëse se thot me gojë, mjafton që ta lëvizish kokën, ta pranojsh kur do të paraqitem unë, që unë jam Zoti jot dhe unë e shpëtoj prej asaj gjendje. Dhe kur e marrin për me e mbyt, me e nxjerr para gjithë popullit me e pa dënimin e tij, i paraqitet këtij shejtani dhe i thot nëse don me shpëtu, siç e kemi bë marrveshjen. Thot po s'ka nevojë ta thuash me gojë që s'ka Zot, që mu merr si Zot, po vetëm lëvizë kokën, se Allahu shef zemrën, nuk shef çdo herë fjalën. Mjafton vetëm kokën që e lëvizi, dul prej dinit të Allahut Azza wa Jall, dhe shejtani i tha, unë distancohem prej teje, nga se unë i friksohem Allahut Azza wa Jall. Dhe e la
e mbytën në kufër. Pra vëllezër, a e shihni se sa e rrezikshme është shikimi në haram, vetmia me një grua të huaj. Prandaj prej sfidave më të mëdha të kohës së verës është shikimi, që besimtari duhet mundohet që ta ulë në maksimum ta ruan shikimin, mos ta ekspozon veten e tij në vendet ku mund të bjen në shikim të haram e pastaj runa Zot i helmohet zemra e pastaj bjen edhe në gjunahun e madh. Pastaj vëllezër, prej sfidave të verës për besimtarët është edhe sfida e rrezikshme e veshjes. Dini vëllezër dhe motra se e veshja për besimtarin dhe besimtaren, ashtu si verës edhe dimrit, duhet të jetë sipas rregullave të Allahut Azza wa Jall. Vera nuk e ndryshon dispozitën e Allahut Azza wa Jall karshi veshjes së besimtarit dhe besimtares. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon me një hadith, të dy grupe njerëzish janë prej banorëve të zjarrit që tash në kohën tonë nuk i shoh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gratë të veshura por në realitet janë të zhveshura. Para më në vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon për ato gra të cilët janë të mbuluara, mirë po mbulesa e tyre është ose e ngjitshme, është që ngjitet në trup, ose po është e të dukshme, ose po nuk e mbulon sipas rregullave të sheriatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato cilët janë karakteristikat e kësaj mbulese, thot ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila. Kokat e tyre thot i kanë sikur sa ato gungat e devës. Para vëllezër, i ka bashkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbulesat e shumë prej vajzave dhe nënave tona në të kësaj kohe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se kjo mbulesë nuk do t'i pranohet Allahu azza wa jall. Për shkak se është mbulesë tërheqëse, mbulesë që i tërheq syt dhe e meshkujve dhe i vendon meshkujt në sprovë. E mbuluar, mirë po e zbuluar. E mbuluar tërheqëse për meshkujt. E mbuluar, e drejtuar, e parfumosur, e shtrënguar, del në rrugë dhe ajo mendon se ka vendosur hijabin, ndërsa faktikisht ajo llogaritet te Allahu azza wa jall se është e zbuluar. Kjo nuk është për t'i ofenduar kërkënd, kjo është për t'ia tërheq vërejtjen që të mbulohen, se mbulesa duhet të jetë e gjarë, mbulesa nuk duhet të jetë e ngushtë, mbulesa nuk duhet të jetë e të dukshme, mbulesa nuk duhet të jetë e parfumosur, gruaja nuk duhet të del në rrugë e lyer, e shminkatur, e drejtuar, e zbukuruar, e parfumosur, nuk duhet të del në këtë lloj mënyre në rrugë, nga se kjo nuk llogaritet në mbulesë. Nuk llogaritet në mbulesë. Gruaja duhet të del në rrugë modeste, me hijabin siç ka urdhëruar Allahu azza wa jall. Shamia të jetë e gjatë, që e mbulon për gjoksin e vajzave deri poshtë. Duhet të jetë mbulesa e gjerë, jo e ngjitur për trupi, duhet të jetë mantilli i gjerë. Nuk duhet të del e parfumosur, nuk duhet të del e lyer në rrugë. Dhe të ketë kujdes të hece me modesti, ashtu si i takon një besimtare, siç kanë qenë shembuj nënat e besimtarëve, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, vëllezër, kur jemi te aspekti i sfidës së veshjes, kjo nuk do të thotë që për burrat nuk vlen e njëjta gjë. Edhe për burrat vlen, edhe burrat e kanë të ndaluar të veshin veshje të ngushta, veshje të dukshme. Edhe burrat e kanë të ndaluar të veshin të shpalosin avretet e tyre. Edhe burrat duhet të kenë kujdes se si veshin, ka se së pari është prej moralit dhe akhlakut, pastaj e dyta e vëllezër, shumë prej vëllezërve dhe të cilët falen në xhami vinë me tesha të cilat ndoshta namazi i tyre vendohet në rrezik, a është i pranuar apo nuk është i pranuar. Prandaj kur flasim për gratë, flasim edhe për burrat në të njëjtën kohë, se qëllimi jon është që të dy palët të jenë praktikues të urdhrave të Allahut azza wa jall, ashtu siç don Allahu azza wa jall. Pastaj mbulesa mos jetë që ju përngjan pabesimtarëve. Tesha mos jetë që ju përngjan pabesimtarëve. Si për gratë, ashtu edhe për burrat, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kuj që përngjan një populli, ai është prej tyre. Pastaj sfida e tretë për besimtarët gjatë stinës së verës është
sfida e liçenit, detit dhe përzierja mes burrave dhe grave në këto, në liçen dhe në det. Esenca e liçenit o ju vëllezër dhe detit është halal. Njeriu të shkon të freskohet në liçen, të lahet në liçen apo në det është halal. Mirë po njerëzit janë ata të cilët e bëjnë haram shkuarin në deti apo shkuarin në liçen. Pse? Nga se atje i shpalosin ato avretet e tyre. I shpalosin avretet e tyre, ndërsa mbulimi i avretit është obligim. Dhe ne kemi të ndal burri e ka të ndaluar ta shikon burrin, avretin e burrit, e mos të flasim më për gjinin e kundërt. Dhe kështu, e kundërta, edhe gruaja ka të ndaluar të shef avretin, vendet e turshme të gruas, po ashtu mos të flasim për gjinin e kundërt. Andaj esenca është halal. Nëse ti shkon me një vend ku nuk ka haram, nuk ka fitne, nuk ekspozohen gra të zhveshura, nuk ekspozohen burra të zhveshur, atje është halal me shkuar. Nuk është ndaluar. Mirë po në për atë vende ku Allahu Azza wa Jall është i hidhruar, mos prezento atje, nga se mos harro se vera do të kalon, i nxehti do të kalon, mirë po gjunahu do të mbet dhe do të takohesh me Allahun Azza wa Jall dhe do të japish llogari për atë ditë të cilën e ke thyer urdhrin e Allahut Azza wa Jall. Dhe mbani mend, Allahu Azza wa Jall thot mos ju afroni amoralitetit. Allahu nuk tha mos bëni amoralitet, po tha mos ju afroni amoralitetit. Kjo do të thotë që Allahu Azza wa Jall ka ndaluar që ti të shikosh haram. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall që të vetmohesh me një njeri, me një grua të huaj apo me një burr të huaj. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall prekjen e burrit të huaj apo prekjen e gruas së huaj. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall flirtimin me gratë apo burrat e huaj. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall nëse njeriu pa nevojë përzihet me meshkuj apo përzihet femra me meshkuj apo përzihet mashkulli me femra pa nevojë. Këto janë që çojnë, shkaqe që çojnë në amoralitet. Allahu na ruaj. Pastaj o vëllezër, sfida e katërt për besimtarin gjatë stinës së verës, sfida më e rrezikshme, sepse thamë se vera është stinë e pushimit, është kohë e pushimit, mirë po kjo nuk është pushim, nuk është pushim edhe prej fejes Allahut Azza wa Jall. Andaj shumë prej njerëzve kur vjen stina e verës e harrojnë namazin. Çdo herë i lidhin namazin, lidh drekën me qindin vazhdimisht, ose po i fal kaza. Pas jacis, edhe kur i fal kaza pas jacis, edhe pse s'lejohet sipas mendimit më të vërtetë që njeriu ta vonon namazin pa arsye deri në jaci, po edhe kur i fal kaza, pastaj i fal shpejt dhe përsëri bie në atë që namazi i tij nuk është i pranuar te Allahu Azza wa Jall. Shumica kur janë në përpushime nuk shkojnë as në xhuma, se thot unë jam musafir. Po vëlla i dashur musliman, nëse e dëgjon ezanin, duhet shkosh ti përgjigjesh, edhe nëse je musafir. Ose shumë prej atyre në xhami gjendet në ditën e xhuma, para se me ardh koha për ta fal namazin e xhumas, del prej xhamis se mos të qëndron që ta fal xhuman. Pastaj vëllezër, në kohën e pushimit e harrojnë leximin e Kur'anit, ja kthejnë shpinën Kur'anit, e harrojnë, nuk lexojnë fare, e pastaj u ngushtohet jeta e tyre, ngushtohet shpirti i tyre, edhe pse kënaqet ndoshta në pushim, mirë po nuk ndjen lumturi në zemrën e tyre, për shkak se Allahu Azza wa Jalla i vëllezër e ka quajtur Kur'anin shpirt. Wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, o Muhammed, kështu ne të kemi shpallur shpirtin prej anës tonë. Allahu Azza wa Jalla quajti Kur'anin shpirt, e po si don që të gjallërohet shpirti jot nëse ti librin Allahut Azza wa Jall e ke lënë anësh. Dispozitat e Kur'anit i ke lënë anësh, rregullat e Kur'anit i ke lënë anësh, nuk e lexon, si don që të jesh i gjallë, ti je vetëm me trup i gjallë. Mirë po në realitet me shpirt je i vdekur, nga se gjallëria e shpirtit vjen vetëm nëpërmjet praktikimit të urdhrave të Kur'anit dhe leximit të Kur'anit të Allahut Azza wa Jall. Andaj besimtari fejen e tij e mbart me vete kudo që të jetë. Allahu Azza wa Jall tha:
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Allahun derisa të vi vdekja, nuk tha adhuro Allahun derisa të vi vera. Apo derisa të vi dimri. Pastaj o vëllezër, prej sfidave të besimtarit në stinën e verës është koha e lirë. Kohën e lirë shumica e njerëzve e kalojnë në gjëra të pavlera, në gjëra të kota. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu, ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, dy begati shumë për njerëzve janë të mashtruar ndaj tyre dy begative, as-sihhat wal faragh, shëndetin dhe kohën e lirë. Shëndetin dhe kohën e lirë. Po e vëllezër, ne vetëm kur thirremi për diçka për në rrugën e Allahut azza wa jall, atëherë i gjejmë 100 milion arsye. Ama kur ta shohësh në realitet se sa kohë të lirë kemi, sa kohë të lirë e kalojmë pas një farlloj dobie, kurse sahabët thonë e urrejmë një njeri që ta shohim që nuk është në asnjë angazhim, as për ahiret dhe as për dunja. Sahabët e urrejnë që ta shohin një njeri kështu, qase Allahu azza wa jall krijuesi i gjithësisë për çdo ditë është në ndonjë angazhim. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Sura Ar-Rahman Allahu thot, çdo ditë kur tregon për veten e tij, çdo ditë kulla yawmin huwa fi sha'n, ai është në ndonjë angazhim. Pra Allahu krijuesi i gjithësisë dhe nuk ndalet, nuk pushon, vazhdimisht është në ndonjë çështje. Andaj keni kujdes sfidën e kohës gjatë stinës së verës, po edhe gjatë stinës së dimrit. Pastaj o vëllezër, prej sfidave është rrjetet sociale gjatë kohës së verës. TikToku, Instagrami, Facebooku, atje shpalosen o vëllezër, sidomos në kohën e verës, kur ata i bëjnë ato reklamat e tyre për të tërhequr nëpër vendet e ndryshme të botës, atje shfaqen fitne të gjinis femërore, të gjinis mashkullore, e besimtari don nëse i frekuenton këto rrjete sociale shpesh, e sidomos të flasim kur i bën me dëshirë. Pa dëshirë edhe bie ndoshta në gjuna e mirë, pa dëshirë Allah nuk ja merr shumë për të madhe, mendon se ti krejt kohën tënde e kalon në Facebook, Instagram, TikTok, e kështu me radhë vazhdimisht për të sjell haram pas harami, ke mundësi që i bën ndoshta me miliona gjunahe për disa sekonda, që të parëve tonë ndoshta ju ndash me vite për t'i bërë ato gjunahe, e ty ta ka mundësuar shejtani që shumë shpejt ti mbrish ato gjunahe, e gjunahet janë shkak edhe për shkurtimin e jetës. Andaj të kemi kujdes se çka shohim në këto rrjete sociale, ti shfrytëzojmë për të kënaqur Allahun azza wa jall, për ta shtuar diturinë tënde. Ndëgjoje një ligjërat, ndëgjoje një këshill të ndonjë hoxhe, dëgjoje Kur'anin sidomos, sa më shumë dëgjoje Kur'an, më shumë se sa ata ders. Dëgjoje fjalën e Allahut azza wa jall, qetësoje zemrën tënde, mbushe me iman. Pastaj pe sfidave tjera të verës o vëllezër është sfida e shoqërisë. Sfida e shoqërisë gjatë kohës së verës. Të kemi kujdes kanë shumë se nga se do të na vinë kushërinj, vëllezër, motra, të cilët ndoshta nuk janë të udhëzuar dhe të detyrojnë që të tërhiqesh prej rrugës Allahut azza wa jall. Andaj ke kujdes mos e shoqëro vetëm se besimtarin, e tjerëve bëjnë respekt më, por kur vjen që të thyet urdhri Allahut azza wa jall, mos prezanto atje ku Allahu azza wa jall hidhrohet. Vjen koha namazit, shpejto për namaz, vjen koha e ibadetit, shpejto për ibadet, vjen koha e Kur'anit, shpejto për Kur'an, nga se këto do të vinë me ty në varr, kurse kushërinjtë të afërmit ton të gjithë do të na përcjellin dhe do të na lejnë të vetmuar në varr, ndoshta të na harrojnë edhe në lutjet e tyre. Pastaj vëllezër, prej sfidave e dasmave. Sfida e dasmave në kohën e verës. Ne e dimë se shumica e dasmave familjarët i lejnë për në kohën e verës, nga se njerëzit i marrin pushimet. Duhet të kemi kujdes o vëllezër, normal se ne kemi obligim të përgjigjemi ftesave të dasmave. Mirë, po cilat dasma? Dasma të cilat janë halal, të cilat nuk e hidhrojnë Allahun azza wa jall. Atje ku nuk ka muzikë, atje ku nuk ka përzierje mes burrave dhe grave në një vend, atje ku nuk përdoret alkooli. E pastaj këtu te sfidat e dasmave duhet kemi kujdes. Ti si besimtar, edhe nëse të thirr më i afërmi jot, duhet ja tregojsh atij më të mirë se unë nuk jam që nuk du t'i përgjigjem ftesës tënde. Mirë, po atri Allahut azza wa jall, nga se
Allahu Azza wa Jall është krijuesi im dhe krijuesi i yt. Allahu Azza wa Jall ka vendosur këto rregulla dhe nuk ja vlen që unë ta hidhroj Allahun Azza wa Jall, nga se ai është furnizuesi, është ai i cili më mban dhe ai i cili më merr në llogari në ditën e gjykimit. E kur ta kuptojnë familjarët e tu se ti edhe te i afërmi jot më i afërt nuk shkon për hir të Allahut Azza wa Jall. Nuk shkon për hir të Allahut Azza wa Jall, atëherë ata pas një kohë edhe nëse hidhrohen në fillim do të binden se ti me të vërtet e ke për hir të dashurisë Allahut Azza wa Jall, për hir të respektit të urdhrave të Allahut Azza wa Jall, edhe nëse ata nuk udhëzohen në të ardhmen, përsëri do të kenë respekt të madh për ty, nga se Allahu Azza wa Jall do t'ua imponon atyre në zemrat e tyre respektin ndaj teje kur ti i bën respekt krijuesit Allahut Azza wa Jall.